Datën 8 prill do të thotë dikun fillimi i muajit prill. Unë kam qenë i caktuar në Helshan, fushës Lugazinit, në një qendër stërvitore dhe qendër pranimit të ushtarëve të ri. Unë nuk isha në atë kohë, baba e babin, po fillimisht kam qenë në Helshan, do të thotë kam qenë në Cahan edhe në Vlan. Por bisedet edhe koordinimet i shërbo me Agimin, me Rustemin, me të gjithë ata shokët, kolegë, që kur të fillon, se ata na pa të tregua, që do të fillojmë, do të thotë, mësimin e kufirit, edhe na ju pa të premtu që do vim gjithsesi. Pasi që unë njefshim me Agimin, kam qenë shokë akademisë edhe pa të mrodë në takor që do të shkujmë gjithsesi. Me datën 9 prill, në mëngjes, më vjen një djalë nga Vlana të Kuksat jemi krum, qëfëse ndeni atë pjesë, edhe më thot du të bosh gati do vish me ne, se po të thirin në Vlanë. Unë nuk disha për shka teke. Ku shkova aty, po shumë me proru shtarak, mesin e aty në ishë edhe Azemsyla, doja që thëshëm, edhe ishë Gjeladin Gashi, generali, Plaku. Edhe më thanë, djallë du të me shku atje, se ata djetë që ata shokët e ju kanë fillu diçka. Edhe me një herë dhe thot, jem pregadit me disa kamiona, me disa njësi që kishëm Vlanën dhe në Cahan, cilë të kishëm pregadit. Unë një grupë ushtaraksh, unë Ramadan Gashi, Fadel Demir, Esat Krasnici, Sami Ushini, e disa tjerë, edhe kena marrë ata dhe kem fillu me rrugën për Bajramcur, do të tërë për baba i babin altë atje, pasi terenin e ngjishëm, se shkëshëm, ko pas shkëshëm, vizitëshëm të ta, edhe e di që kur kem fillu na që kësh kem rri, do të të deshkaro terën tukë. E kem taku Rustemin të Minahesat, Rustem Berishin, komandantin, edhe komandantin më ka thonë, tha merën një njësit edhe hinë këtu, se Agimi është në atë pjesën atje, Agim Ramadan në njërë, edhe më thët, hinë këtu ka se 4 edhe takurin në kazerën. Ende s'kishin fillu do të luftimet, dhe u shvillu në nalë veç fillu në luftimet, se Agimi veç ishë bregaditje, do të me njësit e veta, ndë i shkova atje, veç edhe une po i pasha, do të i pasha zjarët ka po vini, ka po shkojmë. Nëse edhe fillova të kuptoj ku është veni, se nuk e njëfsha, edhe natisht nuk e njëfsha, po ka dalë edhe fillu. Do të me thonë në datën 10 mëngjes, unë me Agim Ramadanin e takue, me njësit tune me taku në kazem Kosharës, mbrana.